Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm fillojmë leximin e librit të Ligjit të Përtrir, kapitujt 1-9. Do të shohim sot leximin do ta bëj Pjetër Domgjoni nga Pjetërshani në Kosovë, katekezen Kristina Nilović nga Famullia e Kullomzës në Ulqin. Libri i Ligjit të Përtrir në hebraisht thirret Devarim. Devarim do të thotë fjalët. Është libri i 5 dhe i fundit të Torah. Emri shqip i tij quhet Ligji i Përtrir, ndërsa emri latin Deuteronomium vjen nga greqishtja Deuteronomion, që është pjesë e sintagmës Deuteros nomos, që do të thotë ligji i dytë. Kështu kanë përkthyer të 70-it shprehjen hebraike Mishne HaTorah Hazot, që e gjejmë tek Ligji i Përtrir kapitulli 17 rreshti 18. Atje shkruan: e kur të hip në fronin e mbretërisë së vet, le ta bëj një dyfishim të këtij ligji për përdorimin e vet, e le ta marr prej priftërimeve Levit. Fjala është pra për një kopje të këtij ligji, një dyfishim të këtij ligji, një kopje. Si përfundim, shprehjen Ligji i Përtrir nuk duhet ta kuptojmë pra si një ligj tjetër, ligj të dytë, por si një kopje të ligjit ekzistues. Kjo është domethënia e emrit të këtij libri. Nga ana e tregimit, ky libër vazhdon skenarin e librit të numrave. Mojsiu këtu flet vazhdimisht dhe drejtohet në shkretir breznisë së dytë të Izraelit. Ky libër edhe mbyllet me vdekjen e Mojsiut në malin Nebo, që e lexojmë tek Ligji i Përtrir kapitulli 34 rreshti 5. Në moshën 170 vjeçare, kështu shkruan tek kapitulli 34 rreshti 7. E kemi mësuar tashmë se mosha e shtyrë që përmendet në Bibël nuk duhet të konsiderohet si vite të sakta të jetuar, por si simbolik e viteve të shumt jetese që Zoti u jep shërbëtorëve besnik të vet. Do ta themi me njëherë një fakt historik. Gjatë reformës së mbretit Jozia të Judes, i cili mbretëroi në vitet 640-609, këtë tregon libri i dytë i mbretënve, kapitujt 22 dhe 23, do ta lexojmë kur të vi koha. Në rrënojat e tempullit gjeten Sefer HaTorah, librin e ligjit. Kjo ka ndodhur dikun në vitet 622-621 para Krishtit. Studiuesit, duke u nisur nga Wilhelm de Wette, i cili ka vepruar në fillimin e shekullit 19, në fillimin e 1800-s, e deri te Martin Noth dhe Gerhard von Rad, të cilët janë të viteve 1950, 60, 70, e kanë trajtuar librin e gjetur në tempull si variant fillestar të Ligjit të Përtrir. De Wette thoshte për shembull se duke qenë se është gjetur në tempull në ato vite, Ligji i Përtrir duhet të jetë shkruar pak para reformës së mbretit Jozia, i cili vendosi që Ligji i Përtrir të shndrohet si bazë të programit të tij shoqëror e fetar. Sipas Noth, ajo që u zbulua është një cikël i gjatë shkrimesh, në të cilin gjende një histori që ajo quante histori deuteronomistike. Fillonte kjo histori sipas teorisë së tij tek libri i Ligjit të Përtrir dhe përfundonte tek libri i mbretërve. Ai thoshte se në kohën e shpërnguljes në Babiloni, kjo histori ka marrë formën përfundimtare që ka sot. Biblistat kanë ofruar hipoteza të shumta në lidhje me datimin e Ligjit të Përtrir, por gati të gjithë bien dakord se teoria e De Wette ka në vetvete pjesë të vërtetës. Pra se Ligji i Përtrir është redaktuar rreth librit të gjetur në Jerusalem gjatë reformës së mbretit Jozia. Studiuesit kanë propozuar një ndarje të tillë të librit. Pjesa e parë, kapitulli 1-4, Mojsiu bën një retrospektiv këtu të përvojës së popullit me Zotin në shkretir për 40 vjet dhe arrin në një përfundim të rëndësishëm, se Zoti ka qëndruar besnik gjithmonë ndaj premtimeve që i ka dhënë Izraelit. Mojsiu thekson se edhe pse populli nuk ka qenë besnik gjithmonë, Zoti e ka falur dhe se ka shkelur besnikrinë e vet. Pjesa e dytë është kodi deuteronomistik, i ashtu quajtur, prej kapitullit 5 praktikisht 4-44 deri tek mesi kapitullit 26-19. Kjo është pjesa qendrore e librit. Këtu gjejmë dekalogun, pra dhe turnimet. Gjejmë seksionin e famshëm te kapitulli 6, ku ndodhet Shema Israel. Është pjesa ku Zoti insiston se Izraeli duhet t'i shmanget yllujtarisë,
se Zoti kërkon dashuri ekskluzive për te. Ndër kapitujt e kodit deuteronomistik gjejmë kodin e ligjeve civile, fetare, shoqërore, familjare. Disa prej tyre do t'i studiojmë në takimin e ardhshëm Lexo Biblen me ne. Pjesa 3 janë 2 kapituj 27 dhe 28. Këtu gjejmë formulat rituale të beslidhjes, sidomos që kanë të bëjnë me bindjen dhe mosbindjen. Krahas me bekimet të rreshti 28, gjejmë disa mallkime, janë interesante nga ana historike siç do të shohim, sepse ka aty disa elemente paralele me do tekste asire, sidomos me traktatet e trashëgimisë ose me traktatet e vasalëve të mbretit asir e Sarhadon që jeton të midis viteve 681-669. Më mirë me thonë që mbretronte brenda këtyre viteve. Pjesa 4 ishtë kapitujt 29-30, Mojsiu rinovon këtu beslidhen e Horebit me brezin e ri. Thekson se ligji është pranteje, është i afërt me ty, gjithkush kushdo mund të zbatoj atë. Njeriu ndodhet para vendimit të zgjedh jetën ose vdekjen, kur vjen fjala të zgjedh, ti qëndroj besnik beslidhes ose jo. Dhe pjesa e fundit, kapitujt 31 deri në 34, mund të quajmë edhe epilog të ligjit të përtrir. Mojsiu këtu e jep mandatin Jozuehut te kapitulli 31. Në kapitull 31-32 gjejmë një ndër poemat më të vjetra të Biblës. Këta sigurisht janë të një periudhe shumë shekuj para reformës së mbretit Jozia. Këto poema pra, kur u bë redaktimi përfundimtar i ligjit të përtrir, janë shtuar këtu si këngë të Mojsiut para vdekjes. Së fundi gjejmë vdekjen dhe varrimin e Mojsiut në malin Nebo te kapitulli 34. Ja vlen të përmendim këtu dhe disa tema teologjike të librit të ligjit të përtrir, do t'i përmendim këtu në mënyrë shumë sintetike dhe sepse kanë një rëndësi shumë të veçantë, një kuptim shumë të rëndësishëm. Tema e parë teologjike është monoteizmi. Në thelbin e teologjisë së këtij libri është Shema Israel, dëgjoj Izrael, që e gjejmë tek ligji i përtrir kapitulli 6, rreshtat 4 deri në 9. Zoti është një dhe s'ka zot tjetër. Ai është i joni, i vetmi. Ne kërkohet dashuria e plotë dhe ekskluzive për te, me gjithë mendje, me gjithë shpirt, me gjithë forcë. Në këtë kuptim ligji i përtrir është një libër që sjell fe në botën praktike. Besimi nuk është çështje fjalësh, por gjë konkrete. Në gjithçka që bëhet me mend, me zemër, me punë, do të tregohet dashuri ekskluzive për Zotin. Tema tjetër është tema e beslidhjes. Fjala berit, beslidhje, e kemi takuar sa herë këtë fjalë, tregon se Zoti ka zgjedhur Izraelin sepse e do atë. Kthen këtu fjala ahava, dashuri. Asgjë s'ka bërë Izraeli për ta merituar këtë dashuri, sepse Zoti e ka dashur thjesht sepse e ka dashur, nuk ka ndonjë arsye tjetër. Një shembull i mirë për të ilustruar këtë është ligji i përtrir, kapitulli 7, rreshtat 7 deri në 8 që po lexojmë. Arsyeja që Zoti ju ka për zemër dhe ju ka zgjedhur nuk është pse ju u akaloni të gjithë popujve tjerë për nga numri, jo, pasi ju jeni më të pakt se të gjithë popujt e tjerë. Por pse Zoti ju do dhe pse e mban për betimin që u bëri etërve tuaj. Kjo që arsyeja që ju nxori me dorë të fuqishme dhe të shpëtoi prej shtëpisë së skllavërisë, prej dorës së faraonit, mbretit të Egjiptit. Sekreti i bisedës këtu se Izraeli duhet të dëgjojë. Këtu kemi foljen Shama, që më së miri shpjegon detyrën e popullit. Populli do të jetë i dëgjueshëm, gjithmonë besnik. Pika 3 teologjike është se ligji i përtrir përcakton një vend të vetëm për ushtrimin e kultit. Njëri nga kontributet teologjike e kulturale më kryesore të ligjit të përtrir është rregulloria e të ashtu quajturit centralizimit të kultit, me fjalë tjera të përqendrimit të kultit në tempullin e Jerusalemit. Tempulli është vendi që Zoti ka zgjedhur. Hamakom Asher Yivchar Adonai. Kjo do më thënë se janë rreptësisht të ndaluara bamot që kemi përmendur një herë, ato altare lokale ku ushtrohej kulti zakonisht pagan. Kësaj i shtohet edhe një element tjetër që e takojmë tek ligji i përtrir dhe që është karakteristike mësimit të tij dhe të krejt shkollës deuteronomistike. Prej te ligji i përtrir pra e deri tek libri i dytë i mbretërve. Sipas kësaj shkolle Zoti nuk banon në tempull, por në qiell. Në tempull banon emri i tij, Shehina e tia. Pastaj kemi temen teologjike të retribucionit. Ligji i përtrir paraqet ndër tjera si pikë kryesore të mësimit të vet, idenë se Zoti ja sjell njeriu ashtu si e meriton. Konkretisht, bindja sjell bekim, pasuri, përparim, posedim të tokës, mos bindja sjell mallkim, humbje, mergim.
Martin Note quan të këtë mësim teologjia historisë deuteronomistike. Është e njohur me terminologjinë gjermane, kjo thënie e Martin Note, që tingëllon kështu janë dy fjalë të gjata në gjermanisht, deuteronomistische Geschichtstheologie. Sipas saj, të gjitha disfatat që i ka ndodhur Izraeli gjatë historisë së tij janë pasojë e thyrjes së beslidhjes, që pastaj Zoti e ka dënuar me ndarjen e mbretërisë fill pas rënjes së mbretërisë së mbretit Salomon pas vdekjes së tij, dhe të gjitha tragjeditë që i kanë ndodhur, sidomos qysh se kanë pushtuar Asirët dhe Babilonasit. Shkatrimi i Samarisë viti 722 dhe Jerusalemit 587, sipas këtij kuptimi janë pasojë të dënimit të Zotit për thyrje të beslidhjes. Patjetër se për ne të krishterët ky nuk është një mentalitet i pranueshëm, por këtë mentalitet e kritikojnë edhe vetë disa libra biblik. Jeremia profet në mënyrë të veçantë, siç do ta shohim, sidomos te kapitulli 31, por edhe libri Jobit në tërësi. Mojsiu është një temë tjetër teologjike, ky person, ky profet. Pra, një tjetër bisedë me vlerë është e lidhur me figurën e Mojsiut. Ai është sipas ligjit të përtrirë profeti suprem i Izraelit. Thot kapitulli 34 rreshti 10, edhe sepse në fakt duhet ta dim se dhe ta kemi parasysh se këto rreshta janë në pjesën pasi që Mojsiu vdes praktikisht. Askur me në Izrael nuk u ngrit një profet, por si Mojsiu, atë Zoti e ka njohur faqe faqas. Rregulloret mbi profetet që i gjejmë tek ligji i përtrirë kapitulli 18 flasin për një profet si Mojsiu. Mojsiu pra është një shembull i një profeti që do të vijë në kohrat eskatologjike. Ligji i profecisë, për shembull, që shpjegon temat e profecisë autentike dhe të rreme, kapitulli 18 rreshtat 15-22, premton një profet por si me Mojsiu që do të vijë. Sipas Ungjillit të Gjonit, ky profet që ka ardhur dhe që është ashtu si përshkruan ligji i Mojsiut është Jezu Krishti. Gjoni kapitulli 1 rreshti 45, Filipi takoi Natanaelin e i tha: "E gjetëm atë për të cilin shkroi Mojsiu në ligj dhe profet, Jezusin, birin e Jozefit nga Nazareti." Edhe veprat e apostujve theksojnë këtë mësim se Jezusi është një profet, siç thot Mojsiu. Veprat e apostujve kapitulli 3 rreshti 22, por sidomos kapitulli 7 rreshti 37 që po e lexojmë. Thot Shën Shtefni gjatë predikimit të tij, Mojsiu është ai që u tha bijve të Izraelit: "Hyj, do t'ju ngrej një profet si mua nga mesi i vëllezërve tuaj." Sipas Shën Shtefnit që po predikon në këtë rast, ky profet është pikërisht Jezusi. Dhe së fundi tema dashurisë për tjetrin. Një mësim tjetër i ligjit të përtrirë është edhe dashuria dhe kujdesi për më të dobtin. Kjo sidomos për jabanxhin, jetimin, vejushën, të varfrit. Shumë prej mësimeve të beslidhjes reje, siç duket qartë, e kanë rënien tek këto mësime deuteronomistike. Për ne të krishterët, ligji i përtrirë është një libër shumë i përshtatshëm edhe për meditim, për lutje me ndihmën e tij, për lekcio divina, por këtë duhet thënë është i përshtatshëm për këtë gjë, secili libër e shkrimit shenjtë, sepse të gjithë janë të frymëzuar prej Shpirtit Shenjtë. Nga libri i ligjit të përtrirë, kapitulli 5, rreshtat 1 deri në 10. Mojsiu e bashkoi mbar Izraelin dhe u tha: "Dëgjoj, o Izrael, urdhërimet dhe ligjet që po i shpall sot para jush. Mësoni dhe vini në veprim. Zoti, Hyu ynë, bëri me ne beslidhje në Horeb. Këtë beslidhje Zoti nuk e lidhi me etërit tanë, por me ne, që jemi sot këtu, me të gjithë ne që jemi gjallë. Zoti ka folur me ju faqe faqas, në mal prej mjedisit të zjarit. Unë qëndrova ndërmjet jush, dhe Zotit aso kohe që t'ju shpallja fjalët e tia, sepse ju e kishit frikë zjarin, dhe nuk unë gjetët në mal. Unë jam Zoti, Hyu yt, që të nxora nga dheu i Egjiptit, prej shtëpisë së skllavërisë.
Mos ki tjetër zot pos meje. Mos bëj idhull as figur të gjërave që janë lartë në qiell, as poshtë në tokë, as të atyre që janë në ujë në ndhe. Mos i adhuro ato, as mos ju shërbe, sepse vetëm unë jam Zoti, hyu yt, unë jam hy ziliqar, që ndëshkoj fajin e etërve, të atyre që me urrejnë, në fëmi, deri në të tretin, e të katërin brez, por edhe që nuk kërsej më shirë në mira brezni ndaj atyre që më duan, e që i zbatojnë urdhërimet e mia. Te ligji i përtrim kapitulli 5, fillimin e cilit sa po lexuam, fillon fjalimi i dytë i Mojsiut. Ai me njëherë pa humbur kohë, fillon duke dhënë 10 fjalët, 10 urdhrimet, aseret hadivarim në hebraisht. Mirë po këto urdhrime nuk janë si ato të librit të daljes të kapitullit 20, edhe pse në asnjë rast nuk e kundërshtojnë asnjërin prej tyre. Dallimi kryesor midis këtyre dy traditave të urdhrimeve është se tek ligji i përtrir, vendi identifikohet me emrin Horeb, jo Sinai si tek libri i daljes. Përpos kësaj, substanca e 10 fjalëve është e njëjtë. Ndoshta një dallim tjetër me rëndësi midis këtyre dy traditave është se në Sinai theksi vihet mbi dukjen e lavdisë së Zotit në mal, midis resh, zjarrit, bubullimash. Ligjet paraqiten se një vendim i Zotit që është sovran. Në Horeb, te ligji i përtrir, biseda ishte lidhur më shumë me kujtesën. Mojsiu i flet popullit pas 40 vjetëve, ndryshon krejt pak gjëra, verse ndonjëherë jep arsye pse Zoti urdhron diçka. I flet pra një gjenerate tjetër, a thua se kjo gjenerat nuk i ka dëgjuar ato fjalë që Zoti i ka thënë në Sinai, dhe sigurisht nuk i ka dëgjuar. Pas 40 vitesh kanë lindur shumë njerëz tjerë. Mojsiu e bashkoi mbar Izraelin dhe u tha: "Dëgjoj o Izrael urdhrimet e ligjet që po i shpall sot para jush. Mësoni dhe vini në veprim." Folja shema, siç kemi thënë, është në urdhrore për foljen shama, dëgjoj, nuk mjafton të themi dëgjoj, e ka edhe kuptimin e diçka e tjetër, të kuptimit, të bindjes së vetes, ecjes përpara. Përveç bindjes te kjo fjalë gjejmë edhe nuancën e veprimit pra. Në Beslidhen e re, këtë mësim e gjejmë posaçarisht te letra Jakobit. Atje shkruan kështu: "Edhe feja, nëse nuk i ka veprat, është e vdekur në vetvete." Veprat, bindja, veprimi. Tek kapitulli 2, rreshti 26 te letra Jakobit, insiston në këtë pikë edhe me forcë, sepse shkruan: "Sikurse trupi pa shpirt është i vdekur, kështu dhe feja pa vepra është e vdekur." Tek shema, pra besimi dhe vepra janë pjesë e të njëjtit akt. Shumica e madhe atyre aty nuk kishin qenë akoma të lindur sikurse tham, por populli aktualizon sot atë që ka ndodhur para 40 viteve. Beslidhe është realitet i gjallë, se cili njeri jeton si kur të kishte qenë atë ditë ose atë natë i pranishëm aty ku Zoti lidhi atë beslidhje. Nuk është pra fjala për beslidhje me etrit, a thua se breznia e sotshme nuk ka tagër në atë që kanë premtuar etrit. Kjo beslidhje është me ne dhe se cili është përgjegjës për mbajtjen e saj. Rreshtat 4 dhe 5 që thonë se Mojsiu qëndroi midis Zotit dhe popullit, theksojnë nevojën e ndërmjetësit, por edhe mbi gjitha se populli nuk kishte kontakte drejt për drejt me Zotin dhe s'kishte arsye të ketë frikë prej afërsisë së hyjnisë. Këto urdhrime lidhen me besim, me bindje, bëhen elemente të intimitetit të njeriut. Unë jam Zoti, hyj yt, që të nxorën nga dheu i Egjiptit, prej shtëpisë së skllavërisë. Mos ki tjetër Zot pos meje. Kjo është formula esenciale e monoteizmit biblik. Kush është Zoti? Ai që të ka nxjerrë prej Egjiptit. Ky është i vetmi. Ky, ai që Izraeli do ta konsideroj Zot. Nuk ka Zot tjetër. Rreshtat 8 deri në 10 thonë se Zoti është xheloz. Mos bëj idhull, as figurë të gjërave që janë lart në qiell, as poshtë në tokë. Unë jam hyj ziliqar, El Kanna në hebraisht. Ndeshkoj fajin e etërve, të atyre që më urrejnë në fëmijë deri në të tretin e të katërtin brez, por edhe që nuk e kursej me shirë në mira brezni ndaj atyre që më duan e që i zbatojnë urdhrimet e mia. Këtë urdhrim të gjatë dhe të elaboruar do ta shpjegojmë shkurtimisht. Zoti ndalon imazhet,
celem në hebraisht, sepse nuk dëshiron të bëhet i manipulueshëm, i kontrollueshëm për njeriut. Kur Bibla flet për celem, ajo e konsideron njeriun imazh të Zotit. Zanafilla 1, 26, 27. Njeriu që është i bërë prej Zotit, i nxjerr prej dheut. Këtu nuk mund të shkëmbehen rolet. Nuk ishte mundur që njeriu ta formojë Zotin, sipas ndonjë imazhi të vet, prej cili do material të imagjinueshëm. Fjala kana, xheloz, do thotë edhe plot zell, shpreh dashurinë ekskluzive për Zotin që kërkohet të ketë njeriu. Do të kthejmë te kjo temë kur të shpjegojmë profetet si Ozen ose Ezekielin. Së fundi në lidhje me temën e retribucionit, ne të krishterët sipas mësimit Jezu Krishtit nuk jemi dakord se Zoti dënon deri në të tretin ose të katërtin brez. Në fillim të Ungjillit në kapitullit 9 të Ungjillit të Gjonit, për shembull, tek episodi i të verbrit që kishte lindur i verbër, shkruan kështu: Duke kaluar rrugës, është fjala për Jezusin, pa një njeri të verbër që kishte lindur i verbër. Nxënësit e tij e pyeten: Rabi, kush më katoi, ky apo prindrit e tij që lindi i verbër? Nuk më katoi as ky, as prindrit e tij, u përgjigj Jezusi. Pra në konceptin e apostujve qëndron pikërisht ky mësim se dikush duhet të ketë mëkatuar dhe Zoti e ka dënuar me verbri këtë person. Jezusi e hedh poshtë këtë ide. Megjithatë, ajo që lexojmë tek rreshtat 9 deri në 10 është interesante. Shkruan se e ndëshkoi fajin e etërve, të atyre që më urrejnë në fëmijë deri në të tretin e të katërtin brez, por edhe që nuk kursej mëshirë në mira brezni ndaj atyre që më duan e që i zbatojnë urdhrimet e mia. Duhet ta themi me fjalë tjera. Ne njerëzit vështirë kuptojmë se sa na do Zoti. Do të ndryshojë jeta jonë kur ta kuptojmë sadopak dhe ta pranojmë dashurinë e tij. Nga libri i ligjit të përtrirë, kapitulli 5, rreshtat 11 deri në 22. Mos e merr në përgoj kot emrin e Zotit hyju tënë, sepse Zoti nuk do ta lërë të pandëshkuar. Atë që merr në përgoj emrin e tij për punë të kota. Baje ditën e shtunë dhe shenjtëroje, ashtu sikur se të ka urdhëruar Zoti, hyju yt. Puno 6 ditë dhe krye të gjitha punët e tua, por e 7-ta ditë është e shtuna e Zotit, hyju tënë. Atë ditë mos bëj asnjë punë as ti, as djali yt, as vajza jote, as shërbetori, as shërbetorja, as kau, as gomari, dhe as një bagëti jotja, as i ardhuri yt që e ndryn dera jote. Le të pushoj shërbetori yt dhe shërbetorja jote si kurse edhe ti. Të bjerë ndërmend se dhe ti ke qenë sklav në Egjipt, dhe se prej andej të kanë zjerë me dorë të fuqishme, e me krahë të tendur Zoti, hyju yt. Dhe kjo është arsyeja që të urdhëroj ta mbash ditën e shtunë. Ndero babën tënd dhe nënën, sikur se të urdhëroj Zoti hyju yt, që ta kesh jetën të gjatë, e të kalosh mirë për mbi tokën, që Zoti hyju yt do ta jap. Mos vra, mos bëj kuror shkelje, mos vidh, mos dëshmorëshëm kundër të afërmit tënd, mos i lakmo për të keq gruasë të afërmit tënd, mos i lakmo shtëpisë të afërmit tënd, as arës, as shërbetorit, as shërbetores, as kaut, as gomarit, dhe as një sendi që i përket atij. Këto janë fjalët që ju ka drejtuar Zoti juve, e të gjithëve kur ishit të tubuar në mbledhje në mal. Ai ju foli prej zjarrit në re.
e në errësirë me një zë të lartë. Ai nuk shtoi asgjë tjetër, por i shkroi në 2 rrosa të gurta që mi dha mua. Vazhdojmë pra me leximin e urdhrimeve të Zotit, sapo lexuam urdhrimet që i gjejmë te kapitulli 5 i ligjit të përtrir, rreshtat 11 deri 22. Te rreshti 11 kemi këtë urdhrim: mos e merr në përgojë kot emrin e Zotit hyjit tant, sepse Zoti nuk do ta lërë të pandeshkuar atë që merr në përgojë emrin e tij për punë të kota. Nuk është ndaluar pra thjesht blasfemia me shoh Zotin. Kjo kjo nën kuptohet. Është ndaluar përdorimi i emrit të Zotit lashav, si thuhet në hebraisht, bosh, kot, në rren. Kjo ndalon përdorimin e emrit të Zotit për arsye përfitimesh personale profane, ose në veprimtari magjike, ose gjëra të tilla. Emri i Zotit nuk është një vegël si shumë tjera që njeriu përdor për të arritur qëllime. Emri i Zotit është i shenjtë. Hebrejt besimtar nuk e përmendin emrin e Zotit asnjëherë. Emrin e Zotit, Adonai ose Jave, sikurse e lexojmë sipas 4 shkronjave të tetragramit të shenjtë, e ata kur e gjejnë këto 4 shkronja e lexojnë Adonai. Kjo vlen edhe për liturgji, edhe për lutje, edhe për gjithçka tjetër. Respekti i emrit të Zotit është respekt për Zotin. Rreshtat 12 deri në 15 kanë urdhrimin tjetër: mbaje ditën e shtunë dhe shenjtroje ashtu siç të ka urdhëruar Zoti hyjë yt. Kjo për arsye se do të bjerë në mend se edhe ti ke qenë skllav në Egjipt, dhe se prej andej të ka nxjerrë me dorë të fuqishme, me krah të tendur Zoti hyjë yt. Dhe kjo është arsyeja që të urdhëroj të mbash ditën e shtunë. Kjo vlen edhe për shërptorin, sklavin edhe kafsha duhet të pushoj, sepse edhe ti ishe sklav. Solidaritetin nënkupton se nëse Zoti ka liruar ty, ti do të sillesh ashtu me tjerët. Urdhrimi tjetër është nderimi i prindërve, nderoje babain tënd dhe nënën, sikurse të urdhëroi Zoti hyjë yt, që ta kesh jetën e gjatë e ta kalosh mirë për mbi tokën që Zoti hyjë yt do ta jap. Nëse don me jetu shumë përmi dhe na kanë mësuar neve në katekizëm, do t'i nderojmë prindrit tonë. Urdhrimi premtojnë jetë të gjatë. Prindrit duhen nderuar jo vetëm nga ana ndjenjave, jo vetëm pra me shprehje të dashurisë, por me ndihmë materiale shumë konkrete. Ligji Hamurapit për shembull trajton braktisjen e prindve pleq si krim serioz të dënueshëm. Ligji Përtrir e bën këtë urdhër çështje të beslidhjes me Zotin dhe vendos të parin prej atyre që merren me çështje familjare. Kush nuk i nderon prindrit, mos mundohet kot me mbajtjen e beslidhjes në pika tjera. Prej prindve fillohet. Rreshti 17 është lo tircah në hebraisht, do të thot mos vra. Raca në hebraisht përshkruan vrasje dashakeqe, përshkruan vrasje si krim. Për vrasje gjatë luftës hebraishtja përdor folje tjera si për shembull harag edhe tjera. Dalimi këtu ka qëllim që të parandaloj hakmarrjen me siguri. Hakmarrja është ndër plagët e mëdha të gjitha shoqërive, është ndër mëkatet më të mëdha sepse drejtësia, përveç se i duhet besuar organeve ligjore, forcave shtetërore, ajo për besimtarët i takon vetëm Zotit. Përmes vrasjes nuk mund të kryhet drejtësia. Këtë domethënie e ka urdhrimi Lotircah, mos vra. Urdhrimi tjetër është Lotin af, mos bëj kurrë shkelje. Fjala në af i kishte aso kohë kuptimin e shkeljes së kontratës martesore. Martesa përveç se luante rolin e krijimit dhe drejtimit të familjes, kishte rol ekonomik në shoqëri. Kurrëshkelja dëmton shumë sepse prish ekuilibrat e raporteve midis familjeve, brenda familjeve, cenon sidomos me të dobtit, që zakonisht janë fëmijët ose pleqt, dhe shkelgjen me të shenjtë, dashurinë për njëri tjetrin, që në martesë burri dhe gruaja ja kanë premtuar shoqit në formë të përjetshme. Urdhri tjetër, mos vill, lotignov në traditën hebraike, por edhe studiuesit modern, ky urdhrim konsiderohet sidomos në lidhje me personat. Është ndalesë të villen sklevrit, të grabiten njerëzit, bëhet fjalë pra për respektin e lirisë dhe të dinjitetit të personit, për lirinë që njeriu ka të vendosë për veten dhe për gjërat që përkasin atij. Mos dëshmorrejshëm kundër të afërmit tan. Këtë e shkruan rreshti 20. Ligji i Përtrir përdor këtu fjalën shav, sikurse tek të përmendurit të kohë të emrit të Zotit. Përdorimi i emrit të tjetrit konsiderohet i ngjashëm me përdorimin e emrit të Zotit. Edhe këtu pra aludimi shkon tek urdhrimi i dashurisë ndaj të afërmit.
është fjala patjetër për ruajtjen e famës së mirë të tjetrit, por sidomos për shprehjen e dëshmisë së vërtet në gjyq. Dëshmia e rreme në gjyq konsiderohej si krim që ishte i dënueshëm me vdekje. Kështu shkruan Ligji për Trir, kapitulli 19, rreshtat 16 deri 19. Nëse paraqitet ndonjë dëshmitar i rrejshëm kundër dokuj dhe pa ditë për kryengritje, le të paraqiten të dy ata që janë në çështje para Zotit në praninë e priftërimeve të gjykatësve që do të jenë në shërbim në atë kohë. Dhe gjykatësit, pasi ta kenë shqyrtuar me më të madhin kujdes e ta kenë gjetur se dëshmitari rrem ka thënë një gënjeshtër kundër vllait të vet, le t'ja bëjnë atij siç mendoj ai t'ja bëjë vllait të vet. Kështu do të rrënjosësh të keqen prej mesit tënd. E dim se Jezusin e kanë dënuar në bazë të dëshmive të rrejshme, por e dim sa herë e sa keq flasin njerëzit për njëri tjetrin, sidomos me shpifje. Ta kujtojmë se ka një urdhërim që e ndalon këtë gabim të madh. Së fundi rreshti 21 kemi temën e lakmisë. Mos i lakmo për të keq gruasë të afërmit tënd, mos i lakmo shtëpisë të afërmit tënd, as ars, as shërbëtorit, as shërbëtores, as kaut, as gomarit dhe as një sendi që i përket atij. Kemi këtu dy folje, lo tahmod, mos lakmo, dhe lo tit ave, mos dëshiro. Është i vetmi urdhrim që u drejtohet ndjenjave. Sipas Gerhard von Rad, lakmia, hamad në hebraisht, nuk është vetëm emocion pasiv, por nënkupton dhe planifikime për të bërë të veten diçka që nuk i takon personit. Von Rad fliste për planifikimin pasiv, sikurse tek rasti i Ahabit, që e gjejmë tek libri Parë Mbretër me kapitulli 21, i cili një herë lakmoi tokën e Abotit dhe pastaj shkoi deri në vrasjen e tij për t'ia marrë. Kjo pra ishte një paraqitje krejt sintetike e urdhrimeve të Zotit. Të gjitha theksojnë 2-3 gjëra bazë që po i them me termet e krishtera, jo me ato të besërisë së vjetër. Zoti është krijuesi dhe shëlbuesi. Atë do ta duam dhe do ta respektojmë. Secili njeri është shëmbëllesë e Zotit dhe për ne i shejt. Secili njeri ne do ta duam në të gjitha format dhe mënyrat që ta kemi të mundur. Nga libri i Ligjit të Përtrir, kapitulli 6, rreshtat 1 deri në 9. Këto janë urdhërimet, ligjet e rregulloret që Zoti, hyju juaj, më urdhëroi t'ju mësoj, që të zbatoni në vendin që po kaloni për ta bërë pronë, me qëllim që ta adhurosh Zotin, hyjun tënd, e t'i zbatosh të gjitha urdhërimet e ligjet e tija, që po t'i paraqet ty, bijve e nipave të tu gjatë gjithë jetës sate, që të jesh jetë gjatë. Dëgjo o Izrael, mbaj e zbatoi që të jesh mirë e që gjithnjë të shtohesh në vendin që rrjedh qumsht e mjalt, siç ta ka premtuar Zoti, hyju i etërve të tu. Dëgjo Izrael, Zoti hyju ynë është një Zot i vetëm. Duaje Zotin hyjun tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë fuqinë tënde. Këto urdhërime që po t'i jap sot unë, mbaji gjithmonë në zemrën tënde. Ua përsërit fëmijëve të tu, fal për to kur të jesh në shtëpi, e kur të jesh duke udhëtuar, kur të biesh në shtroj, e kur të ngrihesh nga shtroja. Lidhi në dorën tënde, si shenjë dhe le të jenë si vjerz ndërmjet syve të tu. Shkruaje mbi ballzinat e dyerve të tua dhe në dyert të tua. Kjo pra është pjesa e famshme e Shema Israel. Rreshtat që lexuam prej kapitullit 6 deri 9 janë të rëndësishëm si për traditën hebraike si për traditën e krishterë.
ka si qëllim të shpjegoj urdhrimin e parë të Zotit, më të rëndësishmin prej cilit buron gjithçka tjetër, e që po e lexojmë edhe një herë. Unë jam Zoti i hyjit që të nxora nga dheu i Egjiptit, prej shtëpisë së skllavërisë, mos ki tjetër Zot post meje. Mos bëj idhull as figurë të gjërave që janë lart në qiell, as poshtë në tokë, as të tyre që janë në ujë, në ndhe, mos i adhuro ato, as mos u shërbe, sepse vetëm unë jam Zoti i hyjit, unë jam hyj ziliqar që ndëshkoj fajin e etërve, të atyre që morrejnë në fëmijë deri në të tretin edhe në të katërtin brez, por edhe që nuk kurse i mshirë në mira brezni ndaj atyre që me duan dhe që i zbatojnë urdhrimet e mia. Është pra një urdhrim mjaft i strukturuar, por tek Ligji për Trirë, kapitulli 6, shpjegohet edhe një herë tjetër. Ta shohim shkurtimisht këtë pjesë ku e gjejmë Shema Izrael. Kapitulli 6, rreshtat 1 deri në 3 fillojnë me thënien e shpeshtë tek Ligji për Trirë dhe tek krejt liturgjia e shkolla deuteronomistike. Këto janë urdhrimet, ligjet e rregullore që Zoti hyj juaj me urdhëroi t'ju mësoj. Mitzva, hukim dhe mishpatim në hebraisht. Urdhrimet, ligjet e rregullore. Të gjitha këto për të jetuar në tokën e premtuar. Është pra urdhim për jetë, për mirë, që duhet pranuar me dashuri dhe shpresë. Vetëm tek kjo besnikëri ndaj Zotit mund të themelohet bashkimi dhe ardhmja e popullit të Izraelit në tokën që shpejt po trashëgojnë. Dëgjoj Izrael, Zoti i hyjin është një Zot i vetëm. Duaj Zotin hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë fuqinë tënde. Tema e beslidhjes me Zotin këtu shndrohet në shfaqje dashurie për të. Është diçka konkrete, dashuria për Zotin, e kemi thënë, shprehet në jetën e përditshme. Dashuria pa vepra, sikurse feja pa vepra, nuk mund të manifestohet. Zoti duhet konkretisht në përditshmërinë tonë, kështu fjalët që patjetër janë të rëndësishme, ato që premtojmë shumë, nuk kanë asnjë vlerë nëse mungon dashuria në zemër të njeriut. Me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, domethënë me krejt gjendjen e njeriut, pa asnjë rezervë. Rreshta 6 deri 9 thonë se këto mësime u transmetojnë fëmijëve dhe të gjithë pasardhësve. Dashuria do ta karakterizojë popullin, bashkësinë të gjithë, do të shtrihet brez pas brezi. Këto urdhrime që po t'i jap sot unë, mbaj gjithmonë në zemrën tënde, u përsërit fëmijëve të tu, fol për to kur t'jesh në shtëpi e kur t'jesh duke udhëtuar, kur të biesh në shtrojë e kur të ngrihesh nga shtroja. Lidhin dorën tënde si shenjë dhe reltjen si vjers ndërmjet syve të tu. Shkruaj mbi ballëzinat e dyerve të tua dhe në dyert e tua. Pra mbaji gjithmonë në zemër, kjo është kryesorja. Tregon se urdhrimet do të bëhen pjesë e jetës, do të mishrohen tek njeriu do të mishrohet urdhri i dashurisë. U përsërit fëmijëve të tu, këtë mund ta quajmë element pedagogjik. Kjo është tema e mësimeve të përditshme, si në shtëpi, si në shkollë e gjithkund tjetër. Dashuria për Zotin, për gjithkënd, fol për to. Këto janë temat e bisedës që njeriu bën. Flet për dashurinë e Zotit. Fol gjithkund, kur t'jesh në shtëpi e kur t'jesh duke udhëtuar, në shtrojë e kur të ngrihesh nga shtroja. Nuk ka asnjë vend të papërshtatshëm të flitet për dashurinë e Zotit. Së fundi lidhe në dorën tënde si shenjë, le të jenë si vjers ndërmjet syve të tu. Kjo tregon se fjala e Zotit duhet të jetë e pranishme kudo, në trup, në shtëpi, në rrugë, në gjumë dhe në zgjim. Kudo që njeriu të shkojë, do të kujtohet për fjalën e Zotit, do ta gjejë, do ta lexojë, do ta përsërisë. Fjala e Zotit, thot letra hebrejve, është e gjallë dhe vepruese, është më mpret se çdo shpatë dytehesh. Përshkon aq sa ndan frymën dhe shpirtin, gjymtyrët dhe palcin, edhe shqyrton ndjenjat dhe dëshirat e zemrës. Nuk ka krijesë të fshehur para saj, gjithçka është cullak e zhveshur para syve të atij, të cilit do t'i japim llogari. Një mend, kaq ecje për dëgjimin e fjalës së Zotit, sepse është e gjallë dhe jep jetë, sepse fjala e Zotit është si shpatë që përshkon aq sa ndan frymën dhe shpirtin. Sot jemi mbledhur për të medituar mbi fjalën e Zotit nga libri i Ligjit të Përtrirë. Kjo pjesë e shkrimit shajt nuk është vetëm histori e popullit të Izraelit, por është një mesazh i gjallë për ne sot. Hyj flet dhe në kohën tonë. Ai vazhdon të kërkojë zemrën e njeriut, sepse njeriu po hyn humben drejtimin, humben paqen dhe shpesh humben dhe kuptimin e jetës. Njeriu i sotëm ka shumë njohuri, shumë mundësi, por shpesh ka pak paqë. Ka shumë komunikim, por pak dëgjim. Ka shumë marketim, por pak gëzim të vërtet. Ka shumë njerëz rreth vetes, por shumë vetmi në zemër. Pse ndodh kjo? Sepse zemra e njeriut
është krijuar për Zotin, dhe kur Zoti largohet nga qendra jetës sonë, gjithçka tjetër fillon të humbë. Prandaj, sot hyj nafton përsëri. Kthehu tek unë, dëgjoj fjalën time, ec në rrugën time. Në fillim të kapitullit 5, Mojsiu e mbledh popullin dhe u kujton besëdhjen që hyi beri me ta. Ai nuk u flet vetëm për rregulla, po për një marrëdhënie dashurie ndërmjet hyjit dhe popullit. Hyi nuk është një forcë e largët. Ai është atë që kujdeset për popullin e tij. Ai e nxori Izraelin nga skllavëria e Egjiptit. Pra, para se të jap pullërimet, hyi shpëton. Kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Ai së pari e tregon dashurinë e tij dhe pastaj njeriu përgjigjet me besnikëri. Dhe ne sot shpesh harrojmë sa shumë na ka dhënë Zoti. Ka momente kur shohim vetëm problemet dhe harrojmë bekimet. Po një zemër që falenderon është zemër që fillon të njoh praninë e Zotit. Në kohët e vjetra, njerëzit adhuronin illujt, prej guri apo ari. Sot illujt kanë ndryshuar formë. Kur një gjë bëhet më e rëndësishme se Zoti, ajo bëhet illull në zemrën tonë. Sa njerëz sot kanë kohë për gjithçka, për rrjete sociale, për dalje, për punë, për argëtim, por jo për Zotin. Dhe kështu zemra mbetet bosh, sepse njeriu është krijuar për hyn, dhe pate nuk gjen paqë të vërtetë. Pastaj hyi thot: mos e merr nëpër gojë kot emrin e Zotit. Emri i Zotit është i shenjtë. Një krishter duhet të ketë kujdes me fjalët, sepse fjalët mund të shërojnë, por mund dhe të plagosin. Sa familje janë lënduar nga fjalët e këqija, sa zemra janë vrarë nga përmbuzja dhe sharja. Prandaj, kjo pjesë na mëson të flasim me respekt, me dashuri dhe me urtësi. Me pas vjen ulërimi, mbajet e shenjtë ditën e Zotit. Njeriu nuk jeton vetëm për punë dhe për fitim. Shpirti ka nevojë për Zotin, ka nevojë për lutje, për meshë, për paqë e për familje. Sot shumë njerëz janë të lodhur, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Kanë gjithçka materialisht, por nuk kanë paqë. Pse? Sepse zemra pa Zotin betet e zbrazët. Dita e Zotit është ditë lutje, pushimi, bashkimi familjar, falje, afrimi me hyn. Një familje që lutet së bashku bëhet më e fortë. Pastaj hyi thot: nderoje baban dhe nenën. Sot shohim shumë mungesë respekti në familje. Familja është dhuratë e Zotit, është vendi ku mësojmë dashurinë, faljen, respektin, besimin. Të nderosh prindërit do të thotë të jesh mirënjohës, të kujdesesh për ta, të mos i harrosh, të respektosh sakrificën e tyre. Prindër kanë sakrifikuar gjithçka për fëmijët dhe në fund mbeten vetë. Mos vra. Ky udhërim nuk dalon vetëm vrasjen fizike. Jezusi me vonë do të thotë se edhe urrejtja e thyrja mund të plagosin tjetrin. Sa njerëz sot vriten, nga fjalët e këqija, nga përmbuzja. I krishteri është thirrur të mbrojë jetën në çdo fazë të saj. Mos shkel kuroren. Besnikëria është dhuratë e madhe. Bota moderne shpesh e relativizon dashurinë, por hyj e sheh martesën si beslidhje të shenjtë. Dashuria vërtet kërkon sakrificë, durim, besnikëri. Udhërimi mos vill na kujton drejtsinë. Nuk villet vetëm me dorë, mund të villet me mashtrim, me korrupsion, me padrejtësi, me mos respektim të punës së tjetrit. Hyj kërkon zemër të drejtë. Mos bëj dëshmi në rënë. Gënjeshtra shkatron besimin. Sot jetojmë në kohë ku shpifja dhe mashtrimi përhapen shpejt. I krishteri duhet të jetë njeri i së vërtetës. Mos lakmo. Lakmia e bën zemrën të pakënaqur. Njeriu gjithmonë kërkon më shumë dhe harron të falenderoj për ata që ka. Hyj na mëson thjeshtësinë, mirënjohjen, paqen e zemrës. Këto udhërime mbrojnë jetën dhe dinjitetin e njeriut. Po kur vim në beslidhjen e re të Jezu Krishti, ne shohim diçka më të thellë. Jezusi nuk e heq ligjin e Zotit.
ai e përmbush atë me dashuri. Ai thot, duaje Zotin hyjnë tënd me gjithë zemrën tënde, dhe duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Këtu përmblidhet Ungjilli. Jezusi na mëson se të gjithë vullnerimet lidhen me dashurinë, sepse nëse një njeri e do vërtet Zotin dhe të afërmin, nuk do të vras tjetrin, nuk do të gënjej, nuk do të vjell, nuk do të tralltoj, nuk do të lëndoj. Dashuria vërtet i përmbush të gjitha udhërimet. Shpesh njerëzit e shohin fen vetëm si rregull apo detyrim. Por Jezusi na mëson se feja fillon nga zemra. Nëse zemra është e mbushur me dashuri dhe jeta ndryshon. Një njeri që e do Zotin, lutet, fal, ndihmon, ka mëshirë. Një njeri që e do të afërmin, nuk mendon vetëm për veten. Nuk jeton me egoizëm, nuk kërkon ta ul apo ta shkel tjetrin. Sot bota ka shumë mungesë dashurie. Prandaj Jezusi na kujton se pa dashuri nuk ka jetë krishter të vërtet. Mund të vim në kish, mund të lutemi, mund të flasim për fen, por nëse nuk dim të duam, diçka mungon. Shëngjoni ungjilltar thot, kush nuk e do vllajin që e sheh, nuk mund ta doj hyjin që nuk e sheh. Dashuria ndaj Zotit dhe ndaj të afërit nuk dahet. Nuk mund të them e dua Zotin dhe pastaj të jetoj me urrejtje apo pa drejtësi ndaj tjetrit. Prandaj Jezusi e vendos dashurinë në qendër të jetës së krishterë. Në beslidhjen e vjetër, populli shpesh jetonte me frigën e ligjit. Në beslidhjen e re, Jezusi na fton të jetojmë me dashuri. Një nan nuk kujdeset për fëmijën vetëm sepse është detyrim, por sepse e do. Ashtu dhe i krishteri nuk jeton mirë vetëm sepse duhet, por sepse e do Zotin. Dhe kjo dashuri shihet me gjërat e vogla. Një fjalë e mirë, një falje, një ndihmë, një zemër që nuk gjykon, një lutje për tjetrin, një dorë e shtrirë për ata që vuan. Në fund Jezusi nuk do të na pyes sa pasuri kemi pasur apo sa të njohur kemi kënë. Ai do të na pyet sa kemi dashur. Udhërimet nuk janë barë, ato janë rruga drejt jetës. Dhe kush jeton me dashuri, jeton me Zotin. Le t'i kërkojmë Zotit pra, zemër të pastër, fe të gjallë, dashuri të vërtet dhe forcën për të jetuar ungjillin çdo ditë. Do të vazhdojmë në takimin e ardhshëm leximin e kodit deuteronomistik tek libri i ligjit të përtrirë. Do të lexojmë pjesë prej kapitujve 10 deri në 18 të librit i ligjit të përtrirë. Lexoni të shtëpia nëse doni se do ta kuptoni më mirë. Ju falenderojmë përzemërsisht për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë bekimet e Zotit.